Paga më të larta me 40% deri në 2028 për punonjësit e administratës publike, paralajmëroi ministri Goran Minçev. Во партнерски диалог со синдикатите успеавме да постигнеме историски договор преку колективните договори со кои обезбедивме континуирано зголемување на платата на административните службеници за 40% до 2028 година. Ministri e konsideron si hap të rëndësishëm miratimin e ligjit për udhëheqësit e lartë, duke theksuar se mandati për ushtrues detyre do të jetë i kufizuar në 6 muaj. Siç shtoi, modeli i ri parashikon një njoftim publik e verifikimin e kushteve, renditjen dhe përzgjedhjen e kandidatëve më të mirë, duke lidhur kështu pozicionet e larta me njohuritë, kompetencën, përvojën profesionale dhe integritetin. Законот воведува и механизми за следење на работата на високите раководители, како и појасна одговорност за резултатите што ги постигнуваат. Особено важно е што се ограничува можноста за долготрајно вршење на ВД функциите. ВД мандатот се ограничува на 6 месеци, со што се создава поголема стабилност и предвидливост во управувањето со институциите. Këto Minçev i tha gjatë prezantimit të punës së bërë në 2 vite sa është në krye të Ministrisë së Administratës Publike. Sipas tij, një nga rezultatet më domethënëse është miratimi i 3 ligjeve sistematike në fushën e administratës, ligji për nënpunësit administrativ, ligji për punonjësit e sektorit publik dhe ligji për zhvillimin profesional dhe trajtimin e nënpunësve administrativ.